Zakonisht po bëjmë probleme pas seanca po bëjmë probleme. Përgjithësi kjo ke për me demantu ty që jena shumë konstruktiv edhe do të thonë s'pas ka qenë vetvetja se pas ke pas me mbrojnë qëllim. Nuk i fjalë tjerëve. Unë këtë listën e Kosovës unë e shoh si një trame e dytë vrame, që thonë. Në mënyrë me ftesën e këtyre djemve të ri. Unë mendoj që kjo nuk e ndryshon strukturën e lojës që ka Kosova momentalisht me ftesën e Gallapenit, Abdullahut dhe Demakut. Unë mendoj që ta nuk ndryshon atë kurrizin e strukturën e lojës, as taktikës, as asaj çka Kosova është në vazhd e sipër të krijimit të lojës saj, pra nuk duhet me i dhënë aq shumë rëndësi siç po i japin gazetarët në këtë aspekt, edhe pse ne duhet me i kuptu, sepse gazetarët edhe ne këtu jena ftu që me diskutu këtë formacion, këtë listë Kosovës, edhe me dhonë do mënë mendimet e tyre dhe mendoj që janë konstruktive. Jo, edhe larg asaj me folë për zarfa, me folë për banalitete, unë mendoj duke gjendë që kjo është banalitet si shta Blendi, sepse është shpifje. Në momentin që është shpifje, atër është banale, edhe atër, si s'ka prova, po si s'ka prova shpifje. është fjallë, a garanton ti për gjithë pjesëtarët e Federatës Jo, unë nuk me garantu, unë është për vetën garantoj. Mirë, po përderisa nuk është paraqit provën publik, atër vetëm një kritik edhe një shpifje. Shpifje edhe fjallë e avokatit se ta shpëdolli një tjetër tim. Që përmend pikërisht ndërhyrjen e kep në qitë pjesë, Qështëta? me që është shpifje, do me thonë që kjo. Avokati i cili ka jep ndërheqje prej federatës, i detyrës sekretarit të federatës. Me një letër që ka bërë ka thonë që është përziti kush në punë të federatës mbrapa. Edhe ajo është kritik. Edhe ajo është kritik negative. Edhe është kritik negative. A cilësohet si shpifje edhe ajo? Cilësohet si shpifje edhe ajo? Po përderisa nuk ka provë, cilësohet si shpifje. Do ta shohim domosdoshmë edhe ka pasur edhe përgjigje. Ma mirë është me thonë në opinion që është shpifje, se sa me qarkullu gjithë ka tjetër, për shta po ta me Blendin. Shiko, përderisa nuk ma mirë me kallëzu në opinion që është shpifje, ose mund me konë shpifje dhe s'ka zarf, se sa mu fol jashtë e mos me mujt me po mrena. S'po nuk po kuptomi ne, përderisa qitet vetëm një fjalë ashtu për ta sulmu federatën prej atyre, ose që janë të jashtëm me që sulmojnë vazhdimisht federatën, ose prej atyre që kanë dalë dje edhe prapë sulmojnë dhe federatën, nëse ti nuk bjen provë,